Kur kom shku në shtëpi, kom qëndru këtë kohën me Leonardin, me vllavën e tij, Davletin, me djalin e mi Gjestyre, Sadrin. Vllajt e tij, si është vllai emri i Davlet, vllavi i Leonardit. Si? Vllai i Leonardit Davlet. Emri i tij. Edhe një herë emri? Davlet. Davlet. Okej. Se nuk po e ndëgjoj mirë. Në rregull. Miqës së tyre. Unë i nderuar trup gjykues, nuk kom pagu, nuk kom përsit dhe nuk e kom ndimu Granit Plavën me vra gruan time. Dhe si që thash, ju betohem edhe njëherë, në 2 fëmijët e mi, në emër Selin nuk ka qenë e vetur momentin e vrasjes. Kom qenë së paku 20-30 metra largë. Së paku. Dhe as fëmija, shëqyrë Zotit, nuk e kanë pa ngjarjen. 20-30 metra larg. Dhe shëqyrë Zotit as fëmija nuk e kanë pa ngjarjen. Jo. Çdo gjë tjetër është shpifje. A komunikon ti me fëmijë për qendrës paraburgimit? Po me që ne kemi vetëm 2 orë në muajt komunikim. Komunikimi im me fëmijë nuk është aq i shpesht sa do doja. Po kjo për arsye sepse janë ku janë. Fëmija janë të strehuar të një familje e cila paguhet për t'i strehuar ata fëmijë. Nuk është aq i shpesht, thot, por arsyeja se ata janë ku janë. Dhe ne kemi ditën e martë, kohën kur flasim në atë kohë fëmija janë në shkollë. Dhe s'kam si flas me ta. Por kom fol me fëmijët disa herë nga qendra paraburgimit. Kjo është edhe arsyeja pse donim të tregonim me video edhe për juve. Unë kom qenë shumë i përkushtuar ndaj fëmijëve. Si unë si Lirdona, por e din edhe Leonardi. Si çdo babë. A mund është edhe përsapërni se çështjet kryesore ti elaborove të gjitha, po më intereson me ditë normalisht e trupi gjykues, çfarë janë raportet e tua, çfarë kanë qenë atëherë me kushtim kokallën? Ju keni lidhje familjare ndër veti, po shpjego çfarë kanë qenë para ngjarjes politike me të akuzuarin kushtrim. Nga familja në Kosovë, ne kretë jetojmë në Suedi. Unë e kom një aq, a jeton në Suedi, hala ime, vjera e Leonardit jeton në Suedi, këtë familje në Suedi e kam unë. I dim atë. Por Vjera e Leonardit jeton në Suedi. Po, që është hala ime në këtë rast. Por me kushtrimi ishte po thuaj se i vetmi person nga familje, nga kushërin me cilën kaloja kohë kur isha në Kosovë. Kushtrimin me kanonën, vllavën e tij, por më shumë me kushtrimin. Sepse vllavi i kushtrimit jeton në Suedi po ashtu. Në të njëjtin qytet ku jeton familja ime. Do të thotë jemi shumë të lidhur. Si në Suedi, si në Kosovë. Çfarë ti kushtimin e ke djalë të? Djalë dajës, djalë të halës. Djalë të halës, djalë dajës. Domethënë në mënyrë dytësore jeni të lidhur me të, domethënë intim. Po. Djalë të dajës. Po, djalë të dajës. Thot po. A ke kërkuar ti në herë kushtimin me ta kryer ndaj punë jo të lishme, ha? Kur, ha? A keni kërkuar ndonjëherë që kushtrimi me ta kryej ndonjë punë të kundërlishme? Thot jo kur. Jo kur. Çfarë janë tash raportet mas kësaj ngjarje?
me familjen Ademaj. Tash nuk ekzistojnë ndonjë marrëdhënie pas kësaj që ka ndodhur, pas kësaj situate. Sigurisht që këta besojnë që ka ndodhur kjo që ka ndodhur. Edhe unë besoj që edhe këta janë të interesuar për epilogun deri në fund. Por para ngjarjes, marrëdhëniet kanë qenë shumë të mira. Shumë të mira, si me Leonardin, si me krejt familjen, me motrat e tij, me krejt. Kom bo për ta, kanë bo për mu. Shumë mirë kemi kalu. Por unë i kuptoj familjen Ademaj, nuk paragjykoj. Naim ti një kohë qatë jeton në Suedi. Po. Atje. Ke pasi ndonjë problem shëndetësor gjatë jetës tënde? Nëse po, çfarë natyre ka qenë? Po. Unë kom lindë në Kosovë, por siç thash, prej 92-s jetojmë në Suedi. Dhe unë kur kom lind me problem në zemër dhe jam bëu operacion në Kroaci dhe në Suedi. Suedi. Domethënë dy intervenime. Dy intervenime, ja? Po. Edhe? Kam lind me një problem në zemër. Naim nuk e ki obligim me dhon përgjigje me çështjen tuaj shëndetësore, sepse kjo ta garanton ligji për mbrojtjen e të dhënave personale, nuk e ki obligim, po është zgjedhja jote. Po. Kjo është po ligji ta garanton mos të përgjigj. Unë kam lind në Kosovë, por prej vitit 92 jetoj në Suedi, kur kam lind me një problem në zemër, ku jam operuar një herë në Kroaci dhe një herë në Suedi, apo? Po. Edhe tash veçena ka fundi pyetje dhe një dy pyetje i kom edhe për kryq. Po. A të regon trupi gjykus, a keni nejt në herës bashku ju të ti kushtrimi Graniti? Po. Cila ka qenë biseda? Jo të tre, ti kushtrimi dhe Graniti, dhe cila ka qenë, nëse po, cila ka qenë biseda? Qa keni folë, për çfarë tema keni folë? Kot kështu për shok tonë të përbashkët. Përgjigja është po, kemi folë për shok të përbashkët. Po. Ata dy, unë isha për rrugë në Shqipëri atë natë, dhe ata dy do ishin me shku në Gjakovë me dalë bashkë. Edhe kjo është kur kom nejt me ta. Me ta. Po. Sa i në këtë akuzë, që kom lexu, i akuzuar e Granit Klava, thot që një ditë para vrasjes, unë kom nejt me tonë në kafe të Beka në Cermjan, ajo e tregoj edhe dëshmitore që nuk është e vërtet. Qyshe kam lexuar në këtë akuzë, najme edhe një herë nëse mundesh, Graniti thu se ka thënë se... Po, në deklarat thot që një ditë para vrasjes që ka nejt me mu... Një ditë para vrasjes kam nejt me mu? Në kafe të Beka. Në kafe të Beka. Si aji dëshmitore që ishte këtu, e tregoj që nuk është e vërtet. Dhe edhe unë po thëmë që nuk është e vërtet. Dhe pyetja fundit. Po. Telefonin ton personal, a e ka përdorur dikush tjetër përveç teje? Jo. Domthon, a ka komuniku me telefon tonin dikush tjetër, apo vetëm ti? Besoj vetëm unë. Vetëm ti, a? Jo. Unë s'kam pyetje tjera. Dhe nëse keni shumë pyetje, mund ta lëmë për datën 11 që të vazhdojmë me marrjen e pyetje të Naim Mursilit. E që se veç po thoni që keni shumë pyetje dhe nuk mund ta përfundojmë në këtë sesion. Unë mendoj që më duhet bile 2 orë në lidhje me përgjigjet e sodit dhe në pyetjet dhe për pyetje që i ka pregadit. Me qenë se seanca e sotme ka qenë e planifikuar të mbahet vetëm në sesionin e paraditës, pra deri në ora 12.
Të thot tani është ora 11:11 minuta dhe prokuroria deklaron se ka 2 orë, i nevojitën 2 orë kohë për ta marrë në pyetje të akuzuarin e Mërseli. Këtë gjë merr vendim. Seanca sotit ndërpritet. E njëjta do të vazhdoj me datë 11 shkurt ashtu siç është planifikuar. E kemi gjithë ditën për 11 shkurt, e dini që është gjithë ditën e kemi planifikuar për gjithë ditën. Shohim nëse mund ta përfundojmë marrjen e pyetjet të akuzuarve atë ditë. Nëse jo, vazhdojmë me një seancë.